Albin Kurti, për t'i kujtuar 41 dëshmorët e ushtrisë shërimtare të Kosovës, që ranë dëshmor këtu e 27 vite më parë, në trevat malore kufitare që dikur e ndanin Kosovën nga Shqipëria, sot bëm homazhe në kompleksin memorial të dëshmorëve në Marinë të Skenderajt së bashku me kolegë aktivistë dhe me qytetarë. Më 14 dhjetor të vitit 1998, një grup prej mbi 140 ushtarësh të UÇK-s po udhëtonin përgjatë brezit kufitar për të ardhur nga Shqipëria në Kosovën e pushtuar nga Serbia për të hyrë krah luftëtarëve të tjerë në zonat e luftës për çlirimin e Kosovës. Por herët në mëngjesin e asaj dite të hënë, ata u ndeshën me njësitë të ushtrisë jugoslave te likenet e Hasit në Pashtrik. Gjatë atyre luftimeve, 41 pjesëtar të UÇK-s u vranë, kurse 10 të tjerë u plagosen. Lavdi dëshmorëve të rënë në Pashtrik më 14 dhjetor 1998 për lirinë e Kosovës.